Kjo fundjavë do të sjellë në qytetin e Korçës poet nga e gjithë bota, të cilët do të jenë pjesë e festivalit mbarkombëtar të poezisë, Netët Korçare të Poezisë. Festivali frymëzohet nga vargjet e poezisë së Azdrenit, poeti tonë të shquar të himnit kombëtar shqiptar, të përzgjedhura nga vëllimi poetik Reze Drite. Festivali do të zhvillohet tek Mik, të dy anëtet e saj, në orën 19. Natën e parë do të jetë hapja solemne e festivalit Netët Korçare të Poezisë dhe poetët e ftuar nga Shqipëria, nga diaspora, Kosova, Greqia, personalitete nga Izraeli, Franca dhe Italia do të performojnë poezitë e tyre në gjuhën arabë. Reze Drite të Azdrenit është një temë e festivalit, në të cilat poezitë konkurruese të gjitha kanë përmbajtjen Reze Drite, të cilat do t'i recitojnë aktorët dhe të rinjtë e talentuar të qytetit të Korçës. Një juri me profesionistë do të bëjë ndërkohë vlerësimin e poezive dhe përcaktimin e 5 çmimeve fituese. Juria prestigjioze e përberë nga 3 antarë, Entela Kasi, drejtore e Qendrës PEM për Shqipërinë, Pierre Artaud, personalitet francez botues dhe poet francez, dhe profesor doktor Jonela Spao, dekane e Fakultetit të Filologjikut dhe Edukimit, do të përzgjedhin 5 çmimet fituese nga Netët Korçare të Poezisë. Bashkëthemeluesi i këtij festivali ka qenë Liriku Korçar Skënderusi, ndërsa sot ky festival vjen si një organizim i Bibliotekës Publike të qytetit Thimi Mitko, me mbështetjen e Bashkisë Korç. Edicioni 29 i Festivalit Ndërkombëtar Netët Korçare të Poezisë do të mbahet në datat 24 dhe 25 maj.